Përshëndetje miq nga kjo studio, ne sot do të flasim për një nga temat e rëndësishme e cila vazhdon të ngjall debat të gjerë në shoqërinë shqiptare. Projektligji për barazinë gjinore i votuar së fundmi nga Parlamenti shqiptar me 77 vota pro. Cili është shqetësimi i komunitetit ungjillor shqiptar dhe cila është thirrja e tyre, cili është zëri i tyre? Ne do të diskutojmë me të ftuarin ton zotin Erion Sylari, presidentin e Vëllazërisë Ungjillore Shqiptare. Mirë se na erdhën në studio. Mirë se gjetëm. Së pari urime për postin më të ri në krye të Vushit. Faleminderit. Shumë suksese për ty. Zoti dhe për juve. Faleminderit. Cili është qëndrimi i Vushit për miratimin e këtij projektligji nga kuvendi? Ne besojmë që logjikisht ka dy gjini, mashkull dhe femër, të cilët ndodhen që në gjenezë, domethënë që në ngjizje, përmes bashkimit të kromozomeve të prindit, domethënë dy prindërve, babait dhe nënës. Dhe kjo gjë nuk është mund të tjetërsohet, është diçka që ti e ke deri në fund të jetës tënde. Dhe bazuar dhe me krijimin e Zotit dhe asaj Bibla na mëson, qëndrimi i Vushit është qëndrim që Bibla e ka përcaktuar, domethënë ne nuk mund të dalim me ide të reja apo me qëndrime të reja, vetëm të bazohemi tek fjala e Perëndis. I gjithë Vushi është i një zëri kësaj gjë, kështu që nuk ka asnjë lloj qëndrimi tjetër, domethënë është ne jemi kundra këtij ligji i cili është hedhur në votim domethënë përmes Parlamentit shqiptar me 77 vota. A keni pasur ndonjë dialog me institucionet apo ndonjë institucion? Mendoni se është dëgjuar zëri juaj deri diku? Patjetër, mendimi ynë është mendimi edhe i 4 komiteteve të tjera fetare, të cilët janë me drejta barabarta në Shqipëri, ose ndryshe është Këshilli Ndërfetar. Ata përveç se kanë bërë takime të përbashkëta, në dinin time është shuar dhe 2 herë kërkesa përmes kryeministrit dhe kryetarit parlamentit dhe drejtuesit të grupeve parlamentare që ky ligj të mos aprovohet. Kështu që ka një lëvizje nga këto komitete fetare. Po, ne pam së fundmi edhe protesta që u mbajt në sheshin Skënderbej në Tiranë, në mënyrë që ky ligj të mos firmosej nga presidenti shqiptar. Çfarë mesazhi kërkon të jap komuniteti ungjillor shqiptar edhe pas miratimit të këtij ligji? Unë mendoj që zgjedhja e gjinis, më thënë nuk ndodh derisa ti e ke marrë të përcaktuar nga Perëndia që në bark të nënës. Dhe emocionet dhe preferencat e tua personale nuk mund ta tjetërsojnë dhe gjini. Ose gjinit e tjera, sepse ideja është që ka gjini fluide, ka ndryshim kromozomesh, e ku diu më radhë. Po, ka anomali kromozomesh, unë jam mjek vet, e di që ka fëmijë të cilët për shkak të një problemi në kodin gjenetik kanë probleme kromozomesh, por ADN-ja e çdo qelize të trupit të njeriut është e njëjtë. Ajo nuk mund të tjetërsohet. Çdo qelizë e trupit tonë është e ndryshme, qelizat nervore, qelizat e muskujve, qelizat e organeve të tjera të trupit, ato janë të ndryshme, por ADN-ja është e përbashkët. Dhe këtë njeriu e merr që në bark të nënës. Kjo nuk mund të tërsohet. Dhe bazuar edhe me këto gjëra, të cilat janë edhe shkencore, sepse nuk po flasim vetëm pa anën teologjike, flasim në anën shkencore tani këtu. I bën domethënë që komiteti ungjillor të mund të rezistojë madje të dalë me protesta, por mendoj që gjithë së bashku kemi nevojë të ngrejmë zërin për këtë gjë. Si e kanë pritur kishat lokale gjithë këtë vendim, miratimin e këtij projektligji? Keni informacion? Po, para disa ditësh ne bëm asamblenë e përgjithshme të Vushit, ku edhe unë zgjodha si kryetar dhe në fjalën e tij ish kryetari dhe tani duhet ta falenderoj, ta përshëndes pastor Gies Bitin. Kur ai doli për të dhënë raportin e tij, u përmend dhe diskutimet që ai bëri përmes komiteteve fetare dhe gjithë kishat lokale aty. Nuk kisha asnjë organizat ose kish lokale ose kish antare të Vushit. Nuk ka asnjë lloj gjë që ndryshon qëndrimin që Vushi ka. Të gjithë ne jemi në një zë këtë gjë, jemi në unanimitet, siç thot Bibla, në një mendje të vetme. Si mendoni se ky projekt ligj e prek konceptin biblik të familjes ose edhe edukimin e fëmijëve? Unë mendoj që të mësosh fëmijëve që ti je mbasi dhe një gjini tjetër në përshkolla,
në bende të ndryshme ku ata mund të ketë organizata të tjera të cilët janë suportuese këta ideje, përveç se sjell pasiguri, përveç se sjell konfuzion, ajo sjell dhe shkatrim të vlerave të kësaj fëmije. Dhe nëse ju i keni ndjekur, madje ka pasur disa debate televizive për një person i cili ishte djalë dhe pastaj ishte Luana, të thuar femër. Dhe ajo thoshte, unë dëgjova në momentin thoshte që tani dhe sikur unë dua të ndryshoj gjinit, të them tek të qenit siç isha mashkull, ka një problem të jashtëzakonshëm për trupin tim. Kështu që normalisht unë mendoj që është një shkatrim i familjes, është shkatrim i shoqërisë tonë dhe një devijim total i asaj gjëje që ne njerëzit jemi mësuar të jetojmë, jemi mësuar të funksionojmë siç duhet, në atë imazh që Perëndia ka për ne. Kështu që kjo është shumë e dashme domethënë për sidomos për fëmijët tanë, të cilët që në klasë të tretë është futur jo Ylberi, jo ku diun domethënë mësime të ndryshme të cilët e fillojnë dhe mësojnë pak a pak fëmijën derisa ai të fillojë dyshimet e veta për personalitetin apo tipin e personit që ai është. Kështu që është shumë e dëmshme për shoqërinë. Po. Pastor Erjoni, në cilësinë e kryetarit Vushit, cilat janë hapat që ju keni ndërmend të ndërmerrni tani tutje? Tani duket se me miratimin në parlament ka përfunduar çdo gjë dhe duket sikur ka pak shpresë. Madje ka zëra se është firmosur nga presidenti, edhe pse thirrja bëhet mos e firmos. Është vërtet kjo, por ne kemi një shprehje në Bibël që thuhet mos u mund nga e keqja, por mundet të keqen me të mirë. Gjithmonë ka rrugëzidhje, sepse nuk ka asgjë që Perëndia nuk mund ta bëjë dot. Sot ne patëm një takim midis bashkive, domethënë bashkive fetare, Komitetit Fetar domethënë në Shqipëri, për të vazhduar me hapin tjetër që mund të jetë mbase një kërkesë në kushtetuese, apo në një referendum, nëse është i mundur gjithmonë. Kto janë gjëra që ne u hodhëm si ide dhe përmes një grupi juristësh të specializuar për këtë punë, sepse të ndërhysh në ligj nuk është vetëm një mendim i një kleriku, do të jetë i bazuar në ligj, që kjo të mos bëhet kushtetuese, domethënë mos jetë në kushtetutën tonë. Këto janë ligje të cilat akoma nuk ka shkuar në kushtetutën tonë të Shqipërisë. Kjo do të jetë akoma më e rëndë. Kështu që unë mendoj që asgjë nuk është e pamundur, nëse ne duam të kemi vullnet të plot e do jemi së bashku, ne mund të ta kthejmë situatën për mirë. Pra do t'i ndërmerrni hapa që kanë mbetur deri në fund. Shpresojmë që gjithë palët jenë së bashku në unitet dhe të bëjmë punë vërtet cilësore, domethënëse dhe pastaj ndryshuese. Po. Si mendon, çfarë mund të bëjë shoqëria dhe familjet në këtë moment, përveç hedhjes asaj firmës për referendum? Si mund të ngrihet zëri ynë më tej? Patjetër që intervistat janë të rëndësishme, mbase komentet janë të rëndësishme, mund të jenë grupe interesi, bashkim disa organizatave të cilët nuk janë fetare, por janë sfidi shoqëror dhe më social, që mund të bashkojnë dhe mund të kenë një lloj zëri më të fortë për të patur një lloj ndërhyrje nga të gjitha anët. Mos jetë vetëm kleriku që e bën gjë, sepse nuk është çështja vetëm e një institucioni fetar, është e gjithë shoqërisë, ku të gjithë ne jemi të prekur. Jo të gjithë janë fetar në Shqipëri, ka dhe që janë ateist, ka njerëz që nuk besojnë tek Zoti, nuk shkojnë kish, nuk shkojnë xhami. Nuk ndjekin fare ritet fetare. Mund të jenë për festa apo ku diun, por janë shumë të prekur nga kjo familjes. Në kjo gjë domethënë, janë shumë të shqetësuar. Un kam kontakte për ditë domethënë me njerëz të cilët më thonë që domethënë të zhgënjur dhe të shokuar nga ky ligj domethënë që ka ndodhur në Shqipëri. Nuk e arrin dot ta përtypin dot. Po. Si e shikoni rolin e kishës në përfshirjen e debateve publike për këtë çështje? Tani Krishti tha që dyert e ferrit nuk mund ta mposh dot kishën time. Dhe unë besoj që nuk ka forcë më të madhe se sa kisha, trupi i Zotit në Shqipëri, dhe çfarëdo që mund të vi kundra nesh. Bibla thotë që Zoti ngre flamurin e fitores, dhe unë besoj me gjithë zemrën që ai është për ne fitore jon. Ne mund të mbasim një betejë, por mbase nuk mbasim luftën. Edhe unë mund të vazhdoj me predikimet e gjatë të kësaj natyre, që unë i bëj zakonisht dielave në kish, dhe madje këtë diel fola për frymën e Kalebit, që Kalebi ishte një person i cili nuk bëri kompromis me kthimi mbrapa. Kur e hebrejt u ndeshën në vështirësi në shkëtëtir përpara miqve,
ata thanë le të themi mbrapa e të vemi në skllavëri në Egjipt. Po Kalebi u ngrit dhe tha, Zoti na ka dhënë në tokë të premtuar, na ka dhënë atë vend. Ne nuk mund të qëndrojmë dot, por le të bindemi Zotit, le të kemi frikë për Tij, dhe ai do bëjë që ne të ham ushqim nga miqtë tanë. Domethënë betejë jon është promovimi ynë. Qëse ne kemi këtë betejë, nuk do ta marrim si diçka që ne do humbasim, por si një mënyrë që Perëndia po na promovone për të shkuar në një nivel tjetër. Nuk do ta shikojmë atë si diçka e keqe që po ndodh, por si një mundësi ku ne mund të tregojmë lavdinë e Zotit, sepse Zoti është i pamundshëm. Zoti mund të bëjë gjëra të mrekullueshme. Unë këtë gjë s'e kam dëshuar kurrë në jetën time. Do doja ti rikthehesha edhe një herë takimit që patët së fundmi me përfaqësuesit e komuniteteve fetare në vend. Sa u ra dakord dhe a u shtrua fakti që zëri juaj do të dëgjohet deri diku, sepse përpara se të votojë projekt ligji ju dolet edhe me një deklaratë të përbashkët, por me sa duket ajo nuk u mor parasysh. Kaloi në parlament dhe u votua si ligj. Sa janë shpresat se do dëgjohet zëri juaj? Tani gjërat në botën fizike mund të duken negative, sepse njeriu ka dy këndvështrime. Mënyrën se si është dhe mënyrën se si dëshiron të jetë. Normalisht që ne nuk mundemi nga problemet, ne mundim problemet. Edhe këto flas si besimtar, flas si pastor, po aq më tepër si kryetar i vëllezërisë ungjillore, dhe besoj me gjithë zemrën që diçka e mirë do të ndodhi në Shqipëri. Besoj me gjithë zemrën dhe lutem për këtë gjë, sepse lutja është një nga armët tona më të fuqishme që ne kemi. Aktualisht. Lutja është një nga licenca që Perëndia na jep ne për ndërhyrje në tokë. Kur ne lutemi, Zoti na jep ne të drejtën, ose ne japim të drejtën Zotit përmes lutjeve që ai ndërhyj në tokë. Kur ne nuk lutemi, kur ne nuk vëmë përpara afronit Perëndis dhe thërrasim emrin e Tij, duke patur agjërime, duke patur peticione, duke patur ulje në gjunjë, sepse betejat tona fitohen në gjunjë, nuk fitohen vetëm përmes peticioneve. Ne mund ndjekim anën ligjore, ne mund ndjekim anën juridike, sepse qeveria ashtu funksionon, por mos harrojmë që beteja nuk është kundër gjakut e miqt. Beteja është kundër frymërave prapsa në vendet qellore, kundër principatave, kundër forcave të errësirës, se ne nuk kemi gjë me komunitetin LGBT, nuk kemi gjë me individët. Ne nuk luftojmë kundër njerëzve. Absolutisht, ne luftojmë kundra fenomenit. Dhe fenomeni është ajo gjë që neve na bën të ngrihemi dhe të përballemi pa patur asnjë lloj frike apo ngurimi. Po. A i ke vënë re kohët e fundit në lidhje me debatet e këtij projekt ligji nisur edhe si qytetare, edhe si prindë, edhe si familjar, që shqiptarët nuk janë shumë të ndërgjegjësuar se për çfarë ligji bëhet fjalë. Po ti pyesësh të gjithë thonë nuk jemi dakord, por reagime nuk është se ka patur shumë. Puna është që ligji është bërë në një mënyrë të tillë, domethënë që mund të zbusi pak, le të themi, mënyrën se si i prezantohet njerëzve. Nuk i vjen domethënë si diçka e rënd për të perceptuar nga mendja. Themi barazi gjinore sepse mendohet që ne do të jemi të barabartë. Po, tingëllon mirë. Në fakt gruaja është e barabartë me burrin. Në fakt burri është kreu dhe gruaja vërtet është ajo që drejton, domethënë menaxhon familjen e kudiu më radh. Secili ka funksione të veçanta, kreu është burri, nuk skëtohet, por është si thot vajza, unë e dua edhe babin edhe mamin njësoj. Kur dikush e pyet kë do më shumë babin ose mamin, dhe ajo thot unë dua dy njësoj, sepse ne jemi të barabartë në zemrën e saj. Nuk kemi dallime. Por duke përdorur të terminologji, kjo gjë tingëllon mirë për njerëzit, sepse themi, okay, në punë do të kemi barazi gjinore. Në shoqëri do të kemi barazi gjinore, të dëgjohet zëri gruas, të dëgjohet zëri femrës. Dhe është normale kjo gjë. Po kur vjen puna pastaj që cënohet gjinia dhe ka një agent të fshet, atëherë njerëzit duhet të kuptojnë domethënë që nuk është më barazi, është tjetërsim, është devijim totalisht i asaj gjëje. Po, dhe s'mund të heshtim. Po. Cila do të ishte thirrja juaj e unitetit për trupin e Krishtit, thirrja që Vushi drejton trupit Krishtit për këtë kaos të përbashkët? Unë mendoj që uniteti është pika kryesore që ne do të kemi tani. Domethënë, ne duhet të kemi dëshirë të bashkohemi në një zë, pa patur lloj diferencash, qoftë doktrinale apo ideore,
sepse siç e përmenda më përpara që trupi ka shumë qeliza. Ne mund të jemi të ndryshëm, por ne funksionojmë së bashku si një i vetëm. Dhe në fakt i quhemi nusja e Krishtit, nuk quhemi kisha lokale apo ku dy më radh. Kështu që ajo që na duhet ne është të flakim gjërat fëminore, të flakim gjërat të cilët ne jemi ndryshe dhe të bashkohemi sepse kjo është përtej një kishe lokale. Kjo është përtej një komuniteti ungjillor. Kjo është shoqëria, ky është kombi. Është ndryshimi i fëmijëve tanë, nuk ka të bëjë vetëm me institucion, nuk ka të bëjë vetëm me një organizat, ka të bëjë me jetën e një kombi, ka të bëjë me historinë dhe vazhdimsinë e një kombi. Edhe kjo është gjë shumë e cila ne do të kemi vetëm një mendje, një zë, edhe luftojmë së bashku për të gjë. Po, dhe unë uroj vërtet që zëri ynë të dëgjohet e të merret seriozisht, jo vetëm i komunitetit ungjillor shqiptar, por edhe i gjitha komuniteteve tjera të besimit, i familjes, edhe i shoqërisë shqiptare. Shumë suksese në punën tënde dhe të stafit të Vush. Na bani lutje sepse kemi nevojë. Patjetër, shumë bekime për ju. Miq, ju falenderoj që keni qëndruar me ne. Ishim me zotin Erion Sylari, presidentin më të ri të Vëllazërisë Ungjillore Shqiptare.